Një ëndër që ishte një urdhër hynor, një baba që duhet të sakrifikoj djalin e tij të vetëm, të cilin e priti për tekada të tëra. Ky nuk ishte thjesht një provim, ishte testi më i rëndë që ka njohur njerëzimi. A mund ta vendosësh dashurinë për Allahun mbi dashurinë për fëmin tënd? Ibrahimi a.s. nuk hezitoi, por as Ismaili a.s. nuk u zmbraps. Ai I tha babait të tij: "O babaj im, bëj atë që I urdhëruar, inshallah do të më gjesh prej durimtarëve." Në momentin që thika ishte gati të vepronte, Allahu e ndaloi duke I thënë: "O Ibrahim, ti e përmbushe urdhërin." Një dash nga xheneti erdhi si zëvendësim, duke lënë pas traditën e kurbanit që ne e festojmë edhe sot. Allahu nuk donte gjakun e Ismailit, ai donte dorëzimin e plot të zemrës së Ibrahimit a.s. Dhe pas këtij triumfi, Khalilullahu e mbylli jetën e tij në paqe, duke u varrosur në Hebron, por duke lënë pas një rrugë që nuk vdes kurrë. Jeta e Ibrahimit a.s. na mëson se kur e vendos Allahun të parin, ai nuk të lë kurrë humbës. Çdo gjë që sakrifikon për atë, ai ta kthen me diçka më të mirë. Këtu përfundon udhëtimi I mikut të Allahut. Shkruaj elhamdulillah për udhëzimin tënd dhe shpërndaje këtë seri që ta shohin sa më shumë njerëz. Cilin profet dëshironi ta trajtojmë në serinë e radhës? Shkruajeni në komente.